Ministri i Infrastrukturës në detyrë, Hysen Durmishi, ka zhvilluar një vizitë në fshatin Poterç, ku edhe po vazhdojnë punimet për zgjerimin e magjistralës Pej Prishtinë. Në këtë vizitë, ai ishte i shoqëruar nga Ramiz Rusta, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Klinës, dhe Tauland Kelmendi, kandidat për kryetar të komunës së Pejës. Ministri Durmishi deklaroi se punimet në këtë segment rrugor po zhvillohen me intensitet të lartë dhe brenda afateve të planifikuara. Ai theksoi se ky projekt është një nga më të mëdhenj në infrastrukturën rrugore të vendit, me një vlerë totale prej 240 milion eurosh. Kjo vizitë u pa dhe si pjesë e angazhimit të lëvizjes vetëvendosje për të qëndruar pranë qytetarëve dhe zhvillimeve në terren, duke bashkërënduar veprimet institucionale me nevojat e komunave. Nderuar Tauland, sot jemi këtu bashkë për të prezantuar fillimin e punimeve për pjesën e rrugës prej Zahaçit në drejtim Klinës, siç e dini kanë filluar punimet më herët prej Kievës deri në Zahaq. Tash punimet po zhvillohen me një intensitet të lartë. Kjo rrugë ka një rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për Pejën e Klinën, por për komplet Dugaxhinin edhe më gjerë. Në të kaluarën, me qeverisjet e kaluara, të cilat nuk do të kthehen më, ky projekt ka kapë kostën prej 240 milion eurove. Ne deri më tani në 5 lote kemi nënshkruar kontrata në vlerë 50 milion euro dhe komplet me gjithë shpërndësime krejt projekti nuk e kalon vlerën prej 90 milion euro. Që nën kupton vetëm me këtë projekt, që është destinacioni i njëjtë, ne i kursejmë mbi 150 milion euro. Kjo është një punë shumë e mirë që po bëhet, edhe po kursehet paraja publike, edhe po arrihet funksionaliteti dhe rëndësia në mënyrë që të lidhet Peja me Prishtinën dhe anasjellta sa më lehtë, që ky projekt ka më ndikuar shumë mandej edhe në zhvillimin ekonomik të komplet kësaj zone, edhe rritet siguria në rrugë, edhe gjitha këto. Prandaj mund të them se ky është një projekt më të rëndësishme për zonën e Dugaxhinit, bashkë me projektin tjetër i cili është në përfundim të artimit projektit kryesor, që është zgjerimi i rrugës komplet nga Istogu deri Deçan Gjakov Prizren, që do ta kompletoj infrastrukturën rrugore për komplet Dugaxhin. Punimet po zhvillohen me intensitet lartë, shumë shpejt do ta kemi të përfunduar rrugën Prishtinë-Pej në mënyrë që qytetarët lëvizin vlerëshëm për gjatë kësaj rruge dhe ta gëzojnë këtë rrugë që është shumë e nevojshme, që shumë vite kanë pas vështirësi tepër të mëdha në qarkullim. Jashtëzakonshëm edhe për qytetarët e Pejës, është punë e jashtëzakonshme që puna marrë, urime shkollë, urime